Shkruan Sokol Pepushaj, u pa kjo punë, kampi Edi Ramës dhe Xhorxha Melonit në Gjadër të Lezhës, qelloi stacioni pasigurt edhe si azil 48 orësh për refugjatët nga Egjipti, India, Bangladeshi, Siria dhe vendet e botës arabe që synojnë Italinë përmes detit. Dështoi Babloku të bëj pazare me liritë të drejtat njerëzore të emigrantëve, por përtej kësaj edhe kur është fjala për para, italianët nuk janë si ne shqiptarët që nuk na bën përshtypje hajdutëria, por mjafton që kryehajdutit ketë sukses në konferenca propagandistike dhe forcim të marrëdhënieve private me lider ndërkombëtar për çimentim të kontureve të pushtetit të përjetshëm. Plani rezervi i Italisë për zhvendosje të problemeve të veta dhe ruajtje të çdo centi ndoshta rastësisht mund të shndërrohet edhe në filial fati për Shqipërinë. Senatori italian ish kryeministri Matteo Renzi hodhi grepin në 1 miliard euro me idenë se në rastin konkret ku funksionimi i kampit dështoi, ambienti do të ishte mirë të kthehet në burg për shqiptarët të cilët vuajnë dënimin në Itali. Edhe italiani kundërshtar politik i Melonit, më shumë se takmerret kundër kryeministres së vet shpalosi për të mirat që përfitojnë shqiptarët e dënuar që u mundsohet të vuajnë dënimin afër familjeve të veta. Mbi hënën e Renzit, si për eve ku Edi Rama shëtit me pasaportën shqiptare në xhep, që e paraqet si europiane për të mashtruar shqiptarët ta votojnë në mandatin e 4, ne shohim një rrezedielli që nuk i merr leje askujt të lëshohet këtej. Burgu italian në Shqipëri pasi atë tokë ka falur Babloku me mendjen e firmën e vet, pa pritur e pa pandehur, mund të jetë edhe standard për të trokitur në dyert e Bashkimit Evropian, hap më hap me hapjen e dosjes Rama McGonigal me urdhër ekzekutiv të presidentit Donald Trump. Rruga që europianët të na pranojnë si qytetarë të lirë në këtë rast është shumë e gjatë se të na pranojnë si qytetarë të burgosur, jo për tjetër, por se problemet këtu jetojnë në vendin e origjinës dhe urgjit diplomatike e duan një stre. Në streon italiane është edhe rajoni i Sicilisë, pastaj çkemin e Mangut të shpresojmë se rruga drejt BE-s mund të çelet vetëm përmes qelive të burgut dhurat nga Rama dhe Meloni. Melodia mund të kërkojë edhe ca tinguj të tjerë, por ne kur dridhemi nga uria për liri, e kalojmë edhe burgun e Gjadrit për burgosjen e të gjatit. Rrugët e gjata na kanë lënë 34 vjet mes 4 rrugëve, aty tek burgosja e Edi Ramës mbarojnë pastaj dilemat se nga kalon më shpejt rruga drejt BE-s përmes integrimit apo përmes burgut.